Përmbyllja e procesit të numërimit të votave konfirmoi se asnjë nga partitë nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm të ulëseve në Parlamentin e Kosovës për të formuar e vetme qeverinë, një proces që kërkon 61 vota në Parlamentin prej 120 vendesh. Sipas vëzhguesve, fituesja e këtyre zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje pritet të ketë 48 ulëse, Partia Demokratike e Kosovës që doli e dyta 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partnerët 8. 10 ulëse i takojnë komuniteteve pakicio-serbe, ndërkaq 10 të tjera komunitetit serb. Për herë të parë, lista serbe ka fituar vetëm 9 nga ato, me që një fitoi Partia e Pavarur Liberale e ministrit aktual për komunitete dhe kthim Nena Drashić. Analisti Rahman Paqarizi tha për Zërin e Amerikës se rezultati zgjedhor ka prodhuar një situatë pa rrugdalje për formimin e një qeverie funksionale. Për shkak të dallimeve, për shkak të bloqeve të cilat janë krijuar edhe gjatë qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje, për shkak të arrogancës, mungesës së transparencës të partisë në pushtet, e cila zgjedhjet e kaluara doli me numra shumë të mëdhej, dhe për shkak të një fushate e cila ishte totalisht e ndarë, domethënë në një anë ishte lëvizja vetëvendosje dhe në anën tjetër ishte bloku jo formal opozitar, ishte një blok që nuk u formalizua asnjëherë, por që ishte blok që ishte kundërvën lëvizjes vetëvendosje dhe jo njëri tjetrit. Vëzhguesit në vazhdimsi tërheqin vërejtjen se as skenarët e mundshëm të formimit të qeverisë së re që përfshin lëvizjen vetëvendosje me pakicat jo serbe apo partitë opozitare të bashkuara, nuk ofrojnë fuqinë e duhur vendimarrëse përballë sfidave të shumta që e presin vendin në planin e brendshëm dhe atë të jashtëm. Bërja e qeverisë në kupton marrjen e përgjegjësive të jashtëzakonshme në një situatë e cila u pa që mund të jetë krejt e nëse jo rrezikshme, të paktën e paparashikueshme për shkak të pozicionimit të presidentit amerikan Trump në raport me çështjet dhe krizat globale. Prandaj unë fatkeqësisht mendoj që do të kemi për një kohë të caktuar një qeveri në detyrë, sepse momentin e certifikimit të rezultateve qeveria kalon në detyrë ose pak para certifikimit, dhe do të kemi një qeveri në detyrë e cila do ta shtyjë aq sa mund ta shtyjë për një kohë të caktuar dhe ndoshta të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme bashkë me zgjedhjet lokale në vjeshtën e mesme të këtij viti, diku ka tetori. Ambasada Gjermane në Prishtinë bëri thirrje të enjtën për formimin sa më të shpejtë një qeverie të qëndrueshme në Kosovë, duke theksuar se në këto kohë pasigurisht është thelbësore që partitë politike të tregohen të përgjegjshme dhe të bashkëpunojnë, duke vendosur interesin e vendit përpara. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.